Mirë, ka përfunduar, sapo ka nisur mund themi kështu seanca e dytë e ditës sotme në Parlamentin e Shqipërisë, duke qenë se opozitarët nuk kanë qenë të pranishëm në sallën e kuvendit, vetëm 5 deputet nga opozita, duket se i gjithë procesi ka përfunduar shumë shpejt. Vetëm pak minuta janë dashur pra që të kalohen pa debat të gjitha propozimet nga ana e kryetarit të kuvendit, zotit Niko Pereshi. Mirë, unë do të lidhem vetëm pak minuta më pas, më konfirmoni regjia nëse kam Ardit Hoxhën për të kuptuar diçka më shumë, cilët kanë qenë 5 deputetët nga opozita, cilët kanë qenë të pranishëm në sallë. Në këto momente kemi pasur një seancë të shkurtër rekord, duhet thënë, sapo ka nisur vetëm pak minuta, ka përfunduar i gjithë votimi për cilin në fakt kishte pritshmëri se do të zhvilloj me debate midis majorancës edhe opozitës në sallë. Kemi pasur zotin Redi Muçi, Lëvizjes Bashkë edhe 4 deputet të PL-s. Këto të paktën janë informacionet paraprake që vinë nga gazetari Ardit Hoxha, i cili ka qenë në brendësi të ambienteve të kuvendit të Shqipërisë, aty ku nisi edhe përfundoi seanca e ditës së sotme, seanca e dytë e orës 17, e cila siç e thash kishte pritshmëri për debate midis opozitës edhe majorancës. Mirë,